Ndiqni emisionin Betimi për drejtësi për burgun e Dubravës. Ndiqni rrëfimet ekskluzive me të burgosurit e rrezikshmërisë së lartë. Çfarë thot Basha, protagonist i arratisjeve spektakulare nga burgjet e Kosovës? Gjatë kohës kam arratis 4 burgjet. Jam arrestu, jam arrestu, jam ik. Çfarë rrëfem për krimin mizor dhe tregun e heroinës, i dënuari me 30 vjet burgim për vrasje? Njëri nga anëtarët e grupit i ka marrë 18 kg për me bo transportin. Ai transport nuk është bo, edhe ka ardhur deri te vrasja. Çfarë siguri ofrohet në burgun e Dubravës? Mjetet e ndaluara kanë hyrë. Çfarë mjete janë zgjedh? Nxjerrje. Betimi për drejtësi, këtë javë të mërkurën prej orës 21, ndërsa repriza pas një jave në mesditë.